Territori shqiptar për datën 20 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje me intensitet mesatar deri të lartë, ndërsa pasditja vijon me shira të her pas hershëm në shumicën e zonave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 3 orë me diell kryesisht në intervale të shkurtra. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 4 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat 8 deri në 14 gradë Celsius. Korç 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 10 deri në 14 gradë Celsius.